Mund të qëmë që s'është në nivelin tonë, por ekipi forcënatorë bën lojën e vetë. Nuk është se nuk u impenju, por predominoj eksperienca ekipit tonë, ndoshta edhe përgatitje fizike që ne kena 5-6 muaj që bëjmë stëvitje dhe këtë gjallë djemtë të tregunë në fushë dhe diferenca u pa. Por gjithsesi, meritet edhe atyne, unë e kam thënë edhe herë tjetër, është më vështirë me mbrojt titullin se sa me fitu. Ne jena si fitues në fuqi të kampionatit. Normal që objektivat tona nuk janë minimaliste, janë minimalisht të kalojmë në Final Four, në play-offin me 4 skuadra, dhe aty më së nejtë fintoftë më mira. Që herë e parë kur luan edhe me ekipin që është kampion, normal që janë emocionet edhe përgjithësia janë të mëdha. Normal që jam i kënaqur sepse ti je pjesë e një ekipit kampion me to djem që kanë dhënë një kontribut pa për ekipin e Vllaznisë edhe për qytetin e Shkodrës është një nder i madh. Vitin e kaluar ekipi ka dalë kampion, pavarësisht se s'kam qenë pjesë e ekipit, po e nih frymën e kampionit sepse po punoj me çunat për ditë për sori po na ndihmon shumë. Edhe besoj që ka kalu vjet, duhet me dëshmu prapësimjet edhe besoj se do arrim. Një fillim i marë besoj është gjysa punë. Për Vllaznin është gjithmonë në krenari, domethënë për me lujt, sidomos edhe me një ekip kampion si që ka ndalë të vjet, shpresoj ta marrim si mjet, edhe besoj që me gjithë sakrificën që po bëjmë çdo ditë, do e marrim.